Edhe në Sarandë, qytetarët vazhdojnë të i qëndrojnë besnik radios, duke konsideruar atë një zë të besueshëm dhe të afërt me jetën e përditshme të komunitetit. Ata thonë se edhe në epokën digjitale, radioja mbetet burimi informacioni i shpejt dhe i drejt për drejt, që i lidh me ngjarjet lokale dhe njoftimet e rëndësishme. Në të përditshmën tonë shohim jo pak njerëz që kanë mbetur besnik të dëgjimit të radios pavarësisht televizionit dhe telefonit të teknologjisë smart. Atje ku ushtrohet profesioni i krehjes dhe gëshërës, aty ku udhëton me taksi apo kur guidon makinën tënde. Zgjedhja më e shpeshtë dhe më praktike është informimi dhe dëgjimi përmes radios. Petri Dalana i flet me më shumë emocion për 13 shkurtin si dita botërore e radios, sepse ai e ka të lidhur fëmijërinë me të, por ka edhe një shkollim për teknikë radioja. Radion e kemi njohur që fëmijë, që të vegjël, sepse ishte një nga të vetmet komunikim me botën, që kishim me muzikën, me këngët, me programe të ndryshme, që të vegjël. Por unë jam shkolluar në fushën e radios, në shkollën e mesme kam mbaruar për radio. Radion e kemi pas shok jete, në familje, në punë, në për ambiente të ndryshme, teknologjia esën. Sot kanë arrit, ne kemi telefonin që është edhe radio dhe televizor dhe komunikues dhe në gjitha. Por megjithatë radio mbetet me rolin e saj. Arqile Leka thotë se teknologjia ecën, por radio mbetet. Udhëtimi im me radion ka vazhduar gjithmonë, e kam dëgjuar me vëmendje për të gjitha, domethënë, për kulturën, për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, për tregtin, domethënë për çdo gjë që fliste, e kam dëgjuar. Radioa për mua ka qenë një gjë shumë e mirë, sepse dëgjojmë lajme, pavarësisht na pëlqenin, nuk na pëlqenin, po për atë kohë ishte vetëm një radio që dëgjojmë se dhe televizori erdhi vonë. Ndërsa me ardhjen e televizionit zakonisht, jo unë po thuaj se gjithë popullata rrallë dëgjon radion, sepse shikojmë stacione të ndryshme të televizionit. Për taksistin Arben Lipe, radio është një shoqëruese e udhëtimeve të tij dhe gjithë të njerëzve të këtij profesioni. Ne jemi të dashuruar me radion. Domethënë me aspektin e punës që kemi ne si taksista, ne jemi tërë ditën në udhëtim në këto dhe shpesh marrim informacion nga radioa, se ne vonë darkëm dilemi në shtëpi dhe nuk parashikojmë televizor. Tërë ditën jemi në makinë. Dhe zakonisht marrim informacione, gjëra, dëgjojmë, se jemi në udhëtim. Për forcën e zakonit, por edhe se radio ka mbetur një dashuri, Petriti thot se në subjektin ku prej vitesh tregton pajisje elektronike e elektrike, ditën e mbush me tinguj dhe me emocione radioje. Ajo që më kujtohet dhe që nuk e haroj, kur isha jashtë emigrant, qohesha që në 5 mëngjesit të dëgjoja pak atë emisionin e mëngjesit, atë këngë popullore. Radio Tirana. Të Radio Tiranës, që sikur më jepi një energji dhe më smukrojnë ditën kaq shumë, por ajo vala më vinte me ndërprerje dhe e ngjisja veshin tek radioa vetëm të ndjeja sa do pak atë kënaqësinë e zërit të radios. Në Sarandë radio vazhdon të ketë besnikët e vet për shkak të profesionit që bëjnë, por edhe pse radio u është bërë mjet informimi dhe dashurie për muzikën.